Qa duhet kemi parasysh në lidhje me kamarierin? Se kamarierin e shohim kështu si e nënvlerësojmë ndoshta deri diku, a kupton? Ne të gjithë si popull jemi problem. Nëse do ta marrësh në të gjitha fushat, domethënë është problem pjesa e klientelës, është problem pjesa e stafit, është problem pjesa e pronarëve, jo të gjithë. Por shumica domethënë dominon. Kjo është më problematika. Dhe shumica e klientëve në Shqipëri janë klientë të padurueshëm, janë klientë që nuk funksionojnë si të gjithë, domethënë europianë, që në momentin që ti del, e ke të qartë se ku po shkon, e ke të qartë se çfarë do konsumosh, e ke të qartë se çfarë ambienti ke zgjedhur, çfarë vere do pish. Por thjesht shkon, edhe çfarë do të japi mendje për momentin do konsumosh, çfarë do lloj pijesh aty do dali para do ta pish, domethënë nuk kemi në një kulturë të ushqyerit apo të dalë në restoran. Ky podcast është sponsorizuar nga Armal Mamaçi Training, kompania e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.